أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. Hamdi falenderimi i takon Allahut, krijuesit, mëshiruesit, mbikëqyrësit, falësit, udhëzuesit absolut. Vetëm atë adhuroj prej tij ndihmë dhe falë kërkoj. Nuk meriton askush të adhurohet e i bijmë në sejdë dhe ti për ulemi, përveç Allahut krijuesit të gjithësisë, burim dhe mbajtës së jetës. Selamet, përshëndetjet, qofshin mbi shpirtin e bekuar të edukatorit suprem, mësuesit të njerëzimit, vulës së pejgamberëve Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Selamen në këtë ditë Bajramit, javor ditës së xumas, i dedikojmë të gjithë besimtarëve musliman dhe musliman atyre të cilët ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, ecin gjurmëve të tij, pasojnë sunetin e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të dashur besimtar, një nga fjalitë të cilët e kemi falë në xumën e kaluar ishte se Muhammedi alayhi salatu wassalam tha: O ummeti im, unë po Allah dy gjëra. Nëse dëshironi me qenë me dignitet, me jetu me krenari, me jetu me mburje, edhe me pas një jetë e lumtur në këtë botë, po e lo dy gjëra, nëse kapëni për të kur, nuk keni me qenë të humbër, keni me fitu dynjan edhe ahiretin. Çfarë ishin ato, kush ishin ato? Wa'tasimu, kapëni për litarin e Allahut. Ajo është Kur'ani, fjala e Zotit të lartëmadhëruar, dhe kapëni për sunetin tim, fjalët time, këshillat e mia, udhëzimet, traditat e mia. Andaj vëllezër të dashur besimtar, edhe këtë ajet koranor të cilët cituam pak më parë të Zotit lartëmadhëruar në suratul Ali Imran, ajetin 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe ju mbajuni fort, kaponi fort për fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për Kur'anin Kerim, për këtë kushtetut hynore, për këtë sistem hynor, i cili asnjë nuk mund t'i afrohet bile, as që mund t'i bëj ballë t'i sistemi kuranor, t'i sistemi hynor, i cili është Kur'ani fisnik, fjala e Allahut subhanahu wa taala e qëndisur në faqet e Kur'anit fisnik. Vëllezër të dashur besimtar, sot në temën e sotit, në hutbën e sotit, do të trajtojmë një temë e cila fatkeqësisht është duke i shkaktuar dëme të pallogaritshme ummetit islam, 2 miliard njerëz dhe popullit tonë, Kosovë dhe viseve tona shqiptare kudo që janë. Çfarë? Është përçarja mos uniteti. Ndërsa ne do të flasim për unitetin si një nga farzat e Allahut subhanahu wa taala, sepse vllaznillaku uniteti është farz, ndërsa përçarja është haram. Kështu duhet ta kuptojmë të dashur vëllezër besimtar, motra të nderuar. Prandaj uniteti mbi gjithçka, vëllazëria jonë është përtej dallimeve politike.
Ju do ta më kuptojmë tash vazhdim pse e përzgjodha këtë temë, sepse për sot ka pas një temë tjetër, sepse është xhumaja fundit e vitit kalendarik. Edhe kam pas dëshirë të flas për një temë tjetër, po inshallah xhumon tjetër. Inshallah xhumon tjetër sepse para neve kemi një proces zgjedhor ditën e diel. Prandaj edhe kam përgjithë temën unitetin mbi gjithçka. Vëllazëria ju në përtej dallime politike. Falenderoj Allahun e lartësuar, Zotin e botrave, i cili na ka bërë vëllezër në besim dhe na ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Paqja dhe bekimet qofshin me Muhamedit alayhis salatu wasalam. Të dashur vëllezër besimtar, motra të nderuar. Sot dua të flas për një temë shumë të rëndësishme. Unitetin dhe vëllazërinë tonë që duhet të qëndrojnë mbi gjithçka, madje edhe përtej dallimeve politike. Në një kohë kur bota është e ndarë nga konflikte dhe grindjet, ne si musliman kemi një detyrë të madhe të ruajmë lidhjen tonë si vëllezër dhe motra në besim. Allah i madhruar tha në Kur'anin Fisnik, dhe mbajeni fort të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u ndani. Ky urdhër kuranor na kujton të dashur vëllezër motra të nderuara, që uniteti ynë duhet të jetë mbi çdo gjë tjetër. Dallimet politike, mendimet personale apo intereset e përkohshme nuk duhet të na ndajnë asesi. Ne jemi një ummet, një trup i vetëm dhe kur një pjesë e këtij trupi rën, të gjithë ne duhet të ndjejmë dhimbje. Kështu na ka porositur Muhamedi alayhis salam, ku thotë muslimani është vëllah i muslimanit, nuk e ngacmon dhe nuk e lën në vështirësi, transmeton Buhariu. Kjo na mëson të dashur vëllezër motra të nderuara, që vëllazëria juaj nuk bazohet në ngjyrën e lëkurës, gjuhës apo pikpamje politike. Ajo bazohet në besimin tonë të përbashkët në Allahun e lartësuar dhe në dashurinë që kemi për një tjetrin për hir të Zotit të madhruar. Në kohën e Muhamedit alayhis salatu wasalam, shokët e tij vinin nga fisë të ndryshme, me kulturë dhe pikpamje të ndryshme, por ata u bashkuan në flamurin e Islamit. Ata e dinë që uniteti është fuqia e tyre. Sot ne jemi të ndarë nga gjërat e vogla, banale, që nuk duhet të na ndajnë asesi. Politika, interesat personale apo dhe moskuptime mund të na largojnë nga njëri tjetri, por ne duhet të jemi ata të cilët meritojnë faljen, mëshirën e Allahut, ndihmën e Allahut, sepse Muhamedi alayhis salam thotë, Allahu është në ndihmën e popullit që janë bashkë. Me një hadith tjetër thotë, dora Allah, mëshira, falja Allah, ndihmi Allahut është zbret mbi popull që janë bashkë, që janë unik. Andaj kujtojmë që armiku ynë i vërtet nuk është vllau i ynë me një mendim të ndryshëm, por armiku i vërtet ynë është djalli që përpiqet të na ndajë, pra shejtani iblisi që përpiqet të na ndajë, të na dobësojë momentin tonë. Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik thotë sura Ali Imran 105 ajeti. Dhe mos u bëni si ata që u ndan dhe u ngrindën, pasi u jeni argumenti i tyre, i qartë. Ata do të kenë një dënim të tmerrshëm, një dënim të madh. Kjo është një kujtesë e fuqishme që grindjet dhe ndarjet nuk çojnë askund, përveç në humbje dhe dobësi. Të dashur xhamat, motra të nderuara. Le të mos lejojmë që dallimet tona të na ndajnë. Le të kujtojmë që jemi pjesë të njëjtit ummet, të njëjtit besim. Le të punojmë së bashku për të forcuar lidhjet tona dhe për të ndihmuar njëri tjetrin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Muhamedi alayhis salatu wasalam thotë, muslimanët janë si një trup i vetëm. Nëse një pjesë e tij dhëmb, i gjithë trupi reagon me etha dhe paqëndrueshmëri. Le të ndjejmë këtë lidhje të thellë dhe të mos lejojmë që asgjë të na shkatërrojë. O Allah, na bashko si vëllezër dhe motra në besim, na largon nga grindja dhe moskuptimi, na forcon në rrugën tënde dhe na bëj të udhëhequr nga drita e Kur'anit dhe sunetit Muhamedit alayhis salatu wasalam, profetit tënd të dashur. O Zoti ynë, na mbron nga djalli dhe nga ndikimet e tij që përpiqen të na ndajnë. Prano lutjet tona Zoti i madhruar dhe na bëj të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. I dashur i xhamat, motër e nderuar. Le të dalim nga këtë xhumë me një vendosmëri të re për të ruajtur unitetin dhe vëllazërinë tonë. Le të mos harrojmë që jemi me të fortë së bashku dhe që Allah i madhruar është me ata që janë të bashkuar. E thash ato që e ndëgjua kjo, i kërkoj falë Allahut subhanahu wa taala
për vetë dhe për ju të dashur xhamat, motra të nderuara, dhe për të gjithë besimtarët anë kanë kudo që jetojnë. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, është koha ti lëmë me njën interesat e ngushta individuale dhe klanore, se të Zotit do të japim llogari vetëm si musliman që të dalim para Zotit faqebarë, që të themi Zotit se votova votën e gjitha për hatrin tënd, o Zoti i lartësuar. O Allah, na bën për atyre të cilët e kryjnë punën tonë me sinqeritetin më të madh. Allahu i dashur, motër e nderuar, a do të votoni një kandidat që mendon keq për besimin e fen tuaj? A do të votoni një kandidat që do të votoni një kandidat që shpërfill fen, ignoron fen tuaj të dashur islame? A do të votoni një kandidat i cili Muhammedin a.s. e qunë beduin në shkretinës të Arabisë? A do të votoni një kandidat i cili shkel norma tua fetare dhe të familjes? A do të votoni një kandidat që për juve neve popullin nga trajtojnë si dele? A do të votoni një kandidat që përdor fenë islame për vota? Kujdes, se vota është dëshmi. Vota vallahi është dëshmi. Vallahi për qatë moment që ti 1 minutë ti me qitë votën, se ti në të udhëheca tanë vlejnë 1 minutë, a ata vlejnë 4 vjetë për neve. Qëso vlejnë na për udhëheca tanë një tjera tu? Na vlejnë 1 minutë, për qatë momenti kër e qesë një votën. Pra, veç për ta, kemi vënë llogari para Zotit të madhuar ditën e gjykimit. Ande vëllezër të dashur besimtarë, motra të nderuara. Pra keni kujdes, kënë votoni, sepse kjo votë kthehet një ditë me turp, po shtrim kundër jush. E kjo është e garantuar. O Allah, na e shkruaj të mbarë këtë ditë dhe na i lumturo zemrat tona këtë ditë madhe të xumos. Amin. O Allah, ka nga robërit e tu që presin të dalin nga hallë, nga derdhë, nga stresi, nga galet. O Allah, liraj nga derdhë, nga hallet, ja Rabbel Alamin. O Allah, ka nga robërit e tu që të kërkujnë shërim, mundësoja shërim, ja Rabbel Alamin. O Allah, ka nga robërit e tu që kërkujnë mëshirë, mëshiroj, na mëshiro neve, na fal neve, ja Rabbel Alamin. O Allah, ditën e xumos, namazin e xumos, neve dhe gjithë ummetin Muhammed Mustafa s'kabul inshallah ya Rabbel Alamin. O Allah, të lutemi vëllezërve tanë, motra tonë që kanë ardhur nga gurbeti dhe që ndrojnë pranë familjen e tyre, t'ja mundsojsh të kalojnë çastet e gëzueshme të lumturuara. O Allah, vëllezërit tanë dhe motrat tonë që momentalisht ndoshta janë rrugës të ardh, rrugën ja vlerëson. Aty që janë dalë aty në gurbet, qëndrimin ja vlerëson, shëndet ju dhuron, lumturi, mirësi ju dhuron. O Allah, na mundëso që shimi të bashkuar sot në ditën e xumos. Sa pranë vëllezër njëri tjetrit, na mundëso mu taku me dëshmorët, me shahidët e ushtrisëtarët të Kosovës, me dëshmorët me Ebu Bekrin, me Omerin, Hazreti Hamzën, në botën tjetër ja Rabbel Alamin. Amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.